Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio Shtat. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë vijon numërimin e votave për kandidatë për deputet nga zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit. Përmes një konference për media, zëdhënësi i KQZ-s Varmir Elezi tha se numërimi po kryhet në 38 qendra komunale të numërimit, në të cilat 2200 anëtar punojnë me 2 orare. Përveç numërimit të votave të kandidatëve për deputet në këto qendra, sipas rregullores zgjedhore të KQZ-s për qendrat komunale të numërimit, do të bëhet edhe verifikimi i rezultateve të subjekteve politike nga formularet që janë plotësuar në vendvotime pas numërimit të fletvotimeve. Ky proces i njëjtë do të bëhet në 38 qendra komunale të numërimit. Ai tha se rezultatet përfundimtare planifikohet të shpallen më 26 qershor nëse nuk ka ankesa, ndërsa certifikimi i rezultateve pritet të bëhet deri në datën 6 korrik. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë garanton se procesi i numërimit të votave vijon normalisht. Gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit të sallën 1 tetorit në Prishtinë, Kreshnik Radoniqi tha se gjithçka pritet të përfundojë deri në mesin e javës së ardhshme. Votat e diasporës duhet të vlerësohen fillimisht, fjala është për votat me postë, dhe pastaj fillon numërimi i tyre, edhe ajo do të ketë një kohë që do të merr derisa të përfundon numërimi, edhe rinumërimi i 10% të gjithë Kosovës do të merr disa ditë, andaj unë do të thoja që diku rreth ka fundi i qershorit apo fillimi i korrikut do të përfundon edhe jemi gati me rezultat. Kryetari i Lëvizjes vendosi në përfundim të procesit votimit nga Prishtina shpalli fitoren e partisë së tij në zgjedhje. Albin Kurti tha se kjo është fitoria e 5 e vendosjes në zgjedhjet parlamentare brenda 7 vjetësh, duke përmendur fitoret në vitin 2019, 2021, 2 herë në vitin 2025 dhe tani në vitin 2026. Kurti deklaroi se vendosja do të vazhdojë të udhëheqë me qeverisje të mirë dhe demokratike. Të jeni të sigurt, të dashur qytetarë, që televizja vendosje e keni garancin e mirë qeverisjes dhe se shteti si republik është në duar të sigurta. Unë jam kryeministri juaj, herë kryeministër në detyrë e herë në detyrë të kryeministri. Kosova e ka dhe presidentën, e ka ushtruesën e detyrës presidentes Albulena Agjiu. Krahas asaj ai deklaroi se legjislatura 11 duhet të fillojë sa më shpejt dhe ka paralajmëruar takime dhe bisedime me të gjitha partitë në ditët në vijim. Sekretarja e përgjithshme e Partisë Demokratike të Kosovës, Vlora Çitaku, pranon se PDK po rikonfirmon pozicionin e saj përfaqësues përkundër që gara zgjedhore ka qenë e pabarabartë. Përkundër kësaj gare të pabarabartë, me blerje masive të votave përmes ndihmave dhe përmes keqpërdorimit të resurseve shtetërore, PDK-ja e rikonfirmoi pozicionin e saj përfaqësues me përqindje dhe me numër të deputetëve. Në një konferencë për media, Çitaku tha se pushteti deri tanishëm i ka lodhur qytetarët me kriza të njëpasnjëshme dhe mos pjesëmarrja e qytetarëve është mesazh politik që duhet të merret seriozisht, sidomos nga ky pushtet ekzekutiv. Ish presidenti e Kosovës Vjosa Osmani, e cila ishte barse e listës së Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe kandidate e partisë për presidente, falenderoi qytetarët për mbështetjen në zgjedhje duke cilësuar rezultatin për LDK-n si fillim të një faze të re për subjektin politik. Ajo deklaroi se lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye për të refuzuar emrin e saj për postin e presidentes. Lëvizja vetëvendosje nuk ka asnjë arsye që ta refuzojë emrin tim për presidente të shtatë të Republikës së Kosovës. Kaq është përgjigjja ime. Ajo ka shtuar se angazhimi i partisë do të përqendrohet në ndërtimin e institucioneve funksionale dhe ofrimin e stabilitetit për vendin. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku kritikoi lëvizjen vetëvendosje gjatë konferencës për media pas përmbytjes procesit votimit. Sipas tij, gara zgjedhore nuk ishte barabartë dhe se pushteti ka përdorur të gjitha mekanizmat në funksion elektoral. Ai foli për parregullsi gjatë periudhës parazgjedhore duke kërkuar trajtim serioz nga institucionet përgjegjëse. Ai theksoi se Kosova ka nevojë për bashkëpunim politik dhe stabilitet pas procesit zgjedhor. Me 20 mandate LDK është e stabilizuar, me 20 mandate LDK e Kosovës ka një të ardhme shumë të mirë përpara. Dhe pikërisht për këtë arsye ne kuptojmë se ky rezultat nuk është vetëm privilegj politik, është përgjegjësi politike, është detyrë për ta shtyrë vizionin tutje, për ta zgjeruar këtë besim edhe më shumë dhe për ta kthyer këtë shpresë në alternativë të plot qeverisë për Kosovën, prandaj vetëm sa kemi nisur. Kur flet Sovrani, të tjerët heshtin, është apeli i shkryetarit të Aleancës Ramush Haradinaj.
Përmes një postimi në rrjetet sociale, ai falendoroi qytetarët për besimin duke thënë se vota e tyre këtë herë ishte më shumë se mbështetje për Aleancën. Haradinaj tha se e kupton lodhjen e qytetarëve nga zgjedhjet e përsëritura, prandaj sipas tij, vota për ta ka vlerë të shumëfisht. Dua t'ju garantoj se pas kësaj betejë elektorale, jemi më të fokusuar se asnjëherë, jemi më të vendosur se kur që t'i përmbushim detyrat që na presin, gjithmonë në interes të shtetit dhe kombit, deklaroi Ramush Haradinaj. I jep dorëheqjen nga mandati i deputetit kandidati i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Daud Haradinaj. Ai njoftoi se ka vendosur t'i hapur kandidatëve të tjerë nga lista e partisë. Në një deklaratë publike drejtuar mbështetësve të tij, Haradinaj tha se vendimi është marrë në frym të kontributit dhe përkushtimit ndaj subjektit politik dhe bashkëpunëtorëve të tij. Ai ka theksuar se mbetet i përkushtuar ndaj partisë dhe mbështetësve të tij duke shtuar se do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve politike dhe publike në të ardhmen. Vendimi i Haradinajt pritet të ndikojë në renditjen përfundimtare të mandateve brenda listës së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës në Kuvendin e Kosovës. Ushtruesi detyrës së presidentes Kosovës bën thirrje për dialog për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Albulena Axhiu tha se fillimisht duhet të përfundojë gjithë procesi zgjedhor, përfshirë numërimin e votave të mërgatës, votave me kusht dhe atyre me asistencë. Ajo theksoi se përmbyllja e procesit të numërimit është hapi i parë, ndërsa më pas kërkohet angazhim dhe vullnet politik për të shmangur bllokadat institucionale. Sipas Axhiut, zgjidhja duhet të arrihet nëse ekziston gatishmëri nga subjektet politike. Është e rëndësishme të dëshmohet vullnet. Kemi shumë dallime në çështje të ndryshme të politikave ditore, por për çështjen e presidentit duhet të ulemi dhe të flasim seriozisht dhe të dëshmojmë vullnet, u shpreh ushtruesi i detyrës së presidentes Kosovës. Përfaqësuesi i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës vlerëson se zgjedhjet e parakohshme të 7 qershorit në Kosovë zhvilluan në mënyrë të rregullt dhe të qetë pa incidente të mëdha. Në një konferencë për shtyp në përfundim të procesit të numërimit të votave, kryesuesi i delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Julian Bulaj, vlerësoi profesionalizmin e zyrtarëve zgjedhor dhe organizimin teknik të procesit. Sipas tij, pavarësisht afateve të ngushta kohore, zgjedhjet ishin teknikisht të organizuara mirë dhe gjerësisht gjithëpërfshirëse. Delegacioni konstatoi se zgjedhjet u zhvilluan në mënyrë të qetë dhe profesionale. Zyrtarët zgjedhor treguan kompetencë dhe atmosfera ishte qetë e rregullt, ndërsa vendvotimet u menaxhuan në mënyrë efektive nga përfaqësues të komuniteteve shumicë dhe jo shumicë. Megjithatë, vështirësitë gjyqësore të shkaktuara nga përfaqësimi pa mjaftueshëm i komunitetit që përbën shumicën në disa komuna kanë krijuar tensione në disa raste. Përfaqësimi i drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore duhet të përmirësohet. Ndër të tjera, ai vlerësoi se rënia e konsiderueshme pjesëmarrjes në votime duhet të shërbejë si një sinjal alarmi, ndërsa vuri në duke nevojën për përmirësimin e përfaqësimit të drejtë etnik në komisionet komunale zgjedhore dhe forcimin e shumëgjuhësisë në procesin zgjedhor. Delegacioni u bën thirrje tani të gjithë përfaqësuesve të zgjedhur që të angazhohen në dialog vërtet konstruktiv, të arrijnë kompromiset e nevojshme për të zgjedhur me shpejtësi presidentin dhe për të avancuar proceset demokratike të vendit. Bashkimi Evropian kërkon nga partitë politike në Kosovë formimin sa më shpejt të institucioneve të reja politike në vend. Përfaqësuesi i lartë të Unionit për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, apelon që zgjedhjet demokratike dhe gjithëpërfshirëse në Kosovë të hapin dyert për të kthyer faqen pas më shumë se një viti bllokimi politik. Ajo ka nënvizuar se progresi në dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, si dhe normalizimi i marrëdhënieve mbeten thelbësore për avancimin e Kosovës në rrugën e saj europiane. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos bën thirrje për unitet politik dhe kompromis në Kosovë pas shpalljes së rezultateve paraprake të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, duke theksuar se stabiliteti institucional është kyç për avancimin e vendit drejt Bashkimit Evropian. Marta Kos shprehu gatishmërinë për të intensifikuar bashkëpunimin me Kosovën në procesin e integrimit evropian dhe zbatimin e planit të rritjes. Komisioneri Europiane për zgjerimin Marta Kos kujtoi se nëse Kosova duhet të përparojë në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian, forcat politike duhet të bashkohen dhe të gjejnë kompromis për të ndërtuar stabilitet institucional. Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian paralajmëron se bashkëpunimi ndërpartijak është i nevojshëm për ta rikthyer vendin në rrugën e duhur drejt Bashkimit Evropian. Përmes rrjeteve sociale, Rio Terras vlerëson se pjesëmarrja ulët në votime tregon zhgënjimin e qytetarëve me situatën politike në vend. Sipas tij, ky nivel i ulët të pjesëmarrjes reflekton frustrimin publik të shkaktuar nga paqëndrueshmëria dhe bllokadat politike. Ai thekson se për ta ritheksuar besimin e qytetarëve është i domosdoshëm bashkëpunimi ndërmjet partive politike.
Ambasadori britanik në Kosovë, Jonathan Hargreaves përsëriti thirrjen për bashkëpunim ndërmjet partive politike pas certifikimit të rezultateve, duke theksuar rëndësinë e funksionimit institucional dhe respektimit të rendit kushtetues. Mesazhi im për partitë politike është i njëjtë, siç ka qenë gjatë gjithë kohës. Është e qartë se cilado qofshin rezultatet e sakta të këtij procesi, do të jetë e nevojshme të ketë bashkëpunim mes partive politike. Ka vend, ka një kushtetutë të fortë, e cila i ka shërbyer shumë mirë gjatë 18 viteve të fundit, dhe ajo kërkon që politikanët të punojnë së bashku për të mirën e vendit. Ata duhet të bëhen bashkë për të formuar një kuvend, një qeveri dhe për të zgjedhur një president. Kjo është ajo që shpresoj se do të ndodhë apo rezultatet të bëhen të qarta. Apeli Hargreaves erdhi gjatë vizitës në qendrën komunale të numërimit në sallën 1 Tetorit në Prishtinë, ku nga afër u njoh me procesin e numërimit të votave të zgjedhjeve të 7 qershorit. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj përshëndet përmes rrjeteve sociale rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Kosovë. Përmes një postimi, kreu i shtetit të Shqipërisë kërkoi nga gjithë forcat politike të angazhohen për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë fazë është me rëndësi që të gjitha forcat politike të angazhohen me përgjegjësi dhe frymë konstruktive për të garantuar dialogun dhe kompromisin institucional në funksion të stabilitetit, zhvillimit të mëtejshëm të vendit dhe përmbushjes së aspiratave të qytetarëve të Kosovës. Krahas asaj, Begaj nënvizoi se Shqipëria do të vijojë të mbështesë Kosovën në çdo hap të rrugtimit të saj euro-atlantik dhe europian. Koalicioni bashkëqeverisës blen në Republikën e Maqedonisë së Veriut vlerëson se Kosova edhe një herë dëshmoi mbarvajtje të suksesshme të zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare, duke konfirmuar funksionimin e institucioneve dhe shtetit të së drejtës. Në këtë frym, urojmë kryeministrin detyrë Albin Kurti dhe subjektin e tij politik lëvizjen vetvendosje për rezultatin e arritur, i cili sipas rezultateve të zgjedhjeve rikonfirmoi besimin e qytetarëve në disa cikle zgjedhore. Shkruhet në kumtesën e Vlen. Ajo thekson rëndësinë e vazhdimit dhe thellimit të bashkëpunimit ndërshtetëror ndërmjet Republikës Kosovës dhe Republikës Maqedonisë së Veriut si dy shtete mike dhe partnere strategjike në rajon me qëllim forcimin e stabilitetit, integrimit europian dhe zhvillimit të përbashkët. Lidhja e bizneseve të Kosovës përshëndeti përfundimin e procesit zgjedhor dhe bën thirrje që menjëherë pas certifikimit të rezultateve të ndërmerren të gjitha veprimet e nevojshme për konstituimin e kuvendit dhe forcimin e institucioneve të reja të Republikës. Kosova ka nevojë për institucione funksionale, të qëndrueshme dhe me mandat të plot për të adresuar sfidat ekonomike, për të avancuar projekte strategjike, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes dhe për të krijuar kushte më të favorshme për investime vendore të huaja, thot Lidhja e bizneseve të Kosovës. Komuniteti bizneseve vlerëson se sipas tyre çdo vonesë në formimin e institucioneve krijon pasiguri për sektorin privat, dëmton besimin e investitorëve, pengon procese zhvillimore dhe ndikon negativisht në perspektivën ekonomike të vendit. Ekonomi. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po i kërkojnë hapur Republikës Kosovës që të bashkohet projektit amerikan të gazit të lëngshëm LNG dhe theksojnë përkrajen edhe për të diversifikuar burimet e energjisë siç është gasifikimi i qymyrit. Në këtë përkraje përfshihet përdorimi i teknologjisë amerikane për gazifikimin e qymyrit, përdorimin e burimeve të rinevueshme dhe nxitjen e Kosovës për t'u bashkuar tubacionit të gazit natyror, për të cilin e ngarkuara me punë Ano Patripati është deklaruar javën e kaluar. Diversimi nuk ka të bëjë me zgjedhjen e një burimi mbi një tjetër, ka të bëjë me sigurimin që Kosova të ketë mundësi të shumta të besueshme në dispozicion për të përmbushur kërkesën e saj në rritjen e të ardhmen, përfundon Ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Gjykata e Apelit në Kosovë hedh poshtë ankesën e komunës Prishtinës lidhur me çështjen e lejes mjedisore për ndërtimin e parkut Aventura në parkun e Gërmisë. Sipas qendrës për raste gjyqësore strategjike, Apeli ka konfirmuar aktgjykimin e gjykatës themelore në Prishtinë, e cila kishte anulluar lejen mjedisore të lëshuar nga komuna e Prishtinës për këtë projekt. Me këtë vendim, konsiderohet të mbyllur betejë ligjore, duke shpallur të pavlefshme lejen për realizimin e projektit Parku i Aventurave në zonën e mbrojtur të parkut të Gërmisë. Europa juglindore po përballet me trekëndshën e presioneve të demografisë, produktivitetit dhe qëndrueshmërisë. Paralajmërimi erdhi në samitin e procesit të bashkëpunimit të Europës juglindore, CECP të mbajtur në Sofi në kryesimin bullgar. Amer Kapetanović tha se rajoni ka nevojë për një qasje të fortë strategjike përballë sfidave globale. 30 vjet më parë, CECP ndihmoi në riktimin e kulturës së dialogut. Sot ai duhet të ndihmojë në ndërtimin e kulturës së zbatimit strategjik. Bashkëpunimi rajonal nuk është slogan, është domosdoshmëri, deklaroi Amer Kapetanović. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.